أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Çdo lëvda dhe falënderim I takon Zotit tonë Allahu te bareke ve teala. Vetëm atij I bindemi dhe vetëm atij falë dhe ndihmë kërkojmë, ndërsa salavatet për shëndetit e Zotit mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta, të gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ligjëratat e rregullta të ditës së hanë, ku jemi duke shoqëruar komentin e fjalëve të Allahu te bareke ve teala. Ne kemi ngel te ajeti 102 I surës Al-Baqara, ku Zoti jon te bareke ve teala nga grumbulli I historisë që na njoftoi dhe na zbuloi në Kur'an për historinë e bijve të Israilit, të jehudive, Allahu xhel xelaluhu vazhdon me na tregue pasi që e praktikën Kur'anin me çka u angazhuan, me çfarë filluan të merren dhe se si filluan të ndërtojnë jetën e tyre me gjëra të kota. Andaj Allahu xhel xelalu në surën Al-Baqara, pasi e përmendi se jehudit e gjujtën librin e Allahut pas shpine, thot Allahu te bareke ve teala: "Wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulejman." Ata ndjekën të lexuarat e shejtanëve. Dhe përmendëm se këtu shejtanët janë për qëllim sihirbazët, magjistarët. Ala mulki Sulejman, në mbretërin apo pushtetin apo sundimin e Sulejmanit. Sulejmani është biri I Daudit alayhi salatu wassalam. Wa ma kafara Sulejmanu walakinna ash-shayatin kafaru. Thot Allahu xhel xelaluhu, Sulejmani nuk kishte bë kufër, por shejtanët kanë bë kufër. Do ta shohim se çka është për qëllim në këtë ajet. Thot Allahu xhelalu ala vazhdim: "Yuallimuna an-nas as-sihr." U amsonin njerëzve kush? Shejtanët sihrin. Wa ma unzila ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dhe ajo e cila është zbrit tek dy melekët në Babil, Harutit dhe Marutit, apo nuk është zbrit te dy melekët Haruti dhe Maruti në Babil. Do ta shohim. Wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitnatun fala takfur. Ata dy melek nuk u mësonin ndikujt sihrin, vetëm se para kësaj thonin ne jemi fitne, ne jemi sprov, andaj mos bën kufër. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji. Ata e mësonin për atyre dyve atë ilm me të cilin I ndanin burrin dhe gruan. Thot Allahu xhelalu ala: "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah." E ata nuk kishin mundësi ta dëmtonin dikan me sihr, pos me izën e Allahut, me lejen e Allahu xhelalu xhelalu. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Angazhoheshin për ta mësu diçka e cila I dëmton dhe nuk u sjell dobi atyre. Wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ata e dinin se kush e blen sihrin, ai në ahiret s'ka asnjë hise. Tu në ahiret e pam të fjala Zotit xhel xelaluhu në ajetin 94, kur tha Allahu te bareke ve teala: "Qul in kanat lakumud darul akhirati inda Allahi khalisatan." Kur tha jehudit, joni është vetëm xheneti, Allahu xhela quti ahireti. Andaj shpesh në Kur'an vjen ahireti dhe në personim është xheneti. Andaj këtu te ajeti fjala Allahu xhela wala, dhe ata nuk kanë në ahiret asnjë hise në xhenet, nëse në ahiret do të kenë xhenemin. Wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum. Shumë e keq është ajo për të cilën ata e kanë shit vetveten, sihrin. Thot Allahu xhelalu ala: "Law kanu ya'lamun", sikur ata ta dinin.
Këtu është përsërit 2 herë e kundërta e një meseleje. Ata e kanë ditë si kur ta dinin. Do ta shohim se cila është kandi i bashkimit dhe kuptimit të këtij ajeti. Fillimisht të ndëruar vëllezër, përmendëm diçka në ligjëratën e kaluar për çështjen e sihrit dhe thamë se ky ajet është ndër ajetet më i holl, më i ndjeshëm, më delikat për ta kuptuar. Nga se ka të bëjë me sihrin. Dhe sihri është lloje. Dhe sihri është botë e fshehtë. Dhe sihri është gjëja më e sprovuar me të cilën janë ballavaçuar njerëzimi. Andaj pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam, por shkak se ata arabët s'kishin mundësi ta deshifronin çka po bën, i thanë sihirbaz. Por te arabët sihri është diçka që ti e shën njëri të funksionuar me një lloj rruge, por s'mundesh me deshifru, s'mundesh me zbulu, se ku e ka fuqin. Andaj arabët i thonë sahir. I thonë sahir. Dhe arabët gjithashtu sahir i thonë atij i cili është mjeshtër në kryerjen e një pune. Është mjeshtër në kryerjen e një pune, i thonë sahir. Andaj ka thënë Musa alayhi salatu wassalam, "Eyyuha sahir", o ti i dishëm. O ti i dishëm. Andaj fjala sihr të ndëruar vëllezër është fjalë e cila shumë përfshin prej gjërave. E pamë në të shtunën se pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, prej poezisë dhe oratorisë dhe rrjedhshmërisë së gjuhës ka sihr. Ndryshon mendjet e njerëzve. Ndryshon mendjet e njerëzve. Por se ky sihr këtu s'ka të bëjë me ato sihrat e poezisë, e rrjedhshmërisë, e manipulimeve të cilat janë nga kategoria e lehtë. Por ky sihr ka të bëjë me kategorinë të rëndë. Pra është sihri më i rëndë që ekziston. Andaj ka nevojë njeriu me i ditë me kujdes definicionet, çka është sihr, dispozita e sihrit, eksumeral. Fillimisht të ndëruar vëllezër, fjala e Zotit te bareke ve teala, shkojmë me ajetet gradualisht, pastaj i shpjegojmë çdo sen në vendin e vet. Thot Allahu xhelalu ala, "Tabau ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulejman." Ata jehudit i ndjekën të lexuarat çka lexonin shejtanët, njerëz, disa kanë thënë xhinët, në mulkin e Sulejmanit, në sundimin e Sulejmanit. Këtu dietarët janë ndonë 2 mendime. Fjala e Zotit në sundimin e Sulejmanit, mendimi i parë është se shejtanët kanë lexu nga sihri në kohën e Sulejmanit. Dhe mendimi i dytë është se shejtanët për qëllim është këtu pas vdekjes së Sulejmanit. Nga sa Allahu ka thënë në mulkin e Sulejmanit, në sundimin e Sulejmanit. Tani, nëse është mendimi i dytë i sakt, se është pas i ka vdekë Sulejmani, kjo është e qartë, që ata janë mundu pastaj me e morë mulkin e Sulejmanit. Mirë po, telashja në shpjegimin e këtij ajetit është se Allahu gjithat në sundimin e Sulejmanit. Tani ne e dim se Sulejmani ka pas gjithat të nështruara, gjin, njerëz, kafsh, e ka pas edhe erën të nështruar. Andaj, si kuptohet që shejtanët kanë lexuar nga sihri, ndërsa ai ka pas kontroll. Ai ka pas kontroll, ndërsa kanë lexuar nga sihri. Kjo është ajo që duhet ta diskutojmë, nga se në mesin e dietarëve ka që thonë se shejtanët kanë lexuar në kohën e Sulejmanit alayhi salatu wassalam. E para të ndëruar që duhet ta kuptojmë është se Sulejmani alayhi salatu wassalam e ka pas pushtetin e madh, sundimin e madh. Nuk i ka pas krejt gjërat në dorë. Por arabët e quajnë, dhe kur themi arabët, e kemi për qëllim mentaliteti i gjuhës arabe, pastaj në ta kuptohet e Kur'ani. Arabët i thojnë mulki madh, po nuk është gjithë përfshirës. I thojnë shumë, po nuk domethënë gjithë shka. Andaj për shembull në Kur'an ka ardhur errat, edhe britmat, edhe zbritet e dënimeve që kanë zbrit për para popujve të kaluar. Allahu xhelalu ka thënë tu demiru kulle shay. Ky azap ka shkatruar çdo send. Tani ka shkatruar çdo send, nuk i ka shkatruar kodrat, nuk i ka shkatruar liçejt, detrat, oqeanët, nuk i ka shkatruar qiellin. E tani kur thot Kur'ani ka shkatruar çdo send, e ka për qëllim njerëzve. Shtëpia, ndërtesa, pasuri, mallra, edhe njerëz i ka shkatruar. Por një pjesë e madhe ka mbet, edhe ajo është
toka, kodrat, liçenjt e kështu me radhë. Pra në gjuhën arabe kuptohet që ka shumë pushtet, s'do me dhonë i gjithë përfshirë. A dhe kjo është e para. E dyta, Sulejmani a.s. plot djetarë dhojnë, nuk e ka pas këtë tokën sundim. Nuk e ka pas këtë tokën sundim. Dhe kjo le me kuptu, pastaj e qelë dritarën, qish mu kuptu që në kone ti shejtanët janë mundu më morë me seher. Si, nga se Sulejmani a.s. e ka pas pushtetin, mirë po brenda këti pushteti ka pas një lloj rezistence, mirë po fundi ka qenë në fitoren e Sulejmanit. Pra Sulejmani a.s. ka pas pushtet, dhe brenda këti pushtetit dikush o mundu mi lëviz, por se Allahu xhelala ja ka nënshtruhe. Ja ka nënshtruhe. Argument që ka pas rezistencë është se një men, ajo në Palestinë, pin Palestinë një men ka pas dikant pa kontrol. Ajo është Belkisja, të cilën e ka përmendur Allahu xhelala në Kur'an, të cilën pastaj i ka thirrë njerëz të vet, kush po ma bie Belkisën. Prania e Belkisës, jo në sundimin e Sulejmanit, çka argumenton? Se në mesin e tokës ka dikush që lëviz jo në pushtetin e Sulejmanit. Andaj, kjo argumenton që Sulejmani a.s. me gjithë se ka pas pushtetin shumë të madh, e ka pas një zonë të caktume. E ka pas një zonë të caktume. Dhe disa djetarë thonë, e ka pas pushtetin e madh për shkak se shumicën e krijesave, si që janë njerëzit, si që janë gjinët, e që është gjëja më e komplikume për t'i pas në nënshtrim, dhe janë kafshët dhe erën, të i pas të në kontrol, i është thanë mulki madh. Mulki i madh, pra pushtet shumë i madh. Nga se perandorët tjerë, jo nga pejgamberët, ata zakonisht i nënshtrojnë njerëzit, ama gjinë së një nënshtrojnë, kafshët së një nënshtrojnë, apo erën së një nënshtrojnë. S'ka mundësi një mbret me thanë erës ndalu. Ndërsa Sulejmani ka pas këtë takat që ja ka dhënë Allahu xhel xhelaluhu. Andaj Sulejmani a.s. nuk duhet të kuptohet që ai ka pas krejt tokën në dorë. Ka pas një pjesë caktuar gjeografike në dorë, dhe brenda kësaj ka pas rezistenca që fundi i luftës ka shku në fitoren dhe nga ndimin e Sulejmanit. Nga ky kuptim, atëherë fjala e Zotit xhallahu ala wattaba'u ma tatlu ash-shayatinu ala mulki Sulejman, në kohën e Sulejmanit shejtanët kanë ndjek të lexuarat e sihrit, si bie, kanë thënë dietarët, në kohën e çdo pejgamberit Allahu xhelle xhelaluhu e çon me laçën dhe i shpall pejgamberit. Derisa i shpall me laçja pejgamberit, vetëm te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i është ndal intervenimi dhe rezistenca e shejtanit për ndërhyrje. Por Allahu xhelalu ala ka përmendur surën Hajj, që do ta shohmi, se çdo herë që Allahu e shlon shpalljen, ndërhin shejtani në zemrën e pejgamberit, që t'ja ndryshojë wahjin, shpalljen. E Allahu xhelalu ala e tërheq shejtanin dhe e përsos fjalën e tina. Tani fjala e Zotit xhelalu ala, ata në mulkin e Sulejmanit, në sundimin e Sulejmanit kanë lexu nga sihri, çka do të thonë? Se ata janë mundu me vjedh lajme nga qielli, apo nga intervalet e shpejta duke u zbrit Sulejmanit alayhis salatu wassalam. Çka kanë pas mundësi me vjedh prej lajmeve. Kjo dëshmohet me shumë argumente. E para, se Allahu te bareke ve teala ka treguar në gjuhën e xhinve se para se me zbrit Xhibrili te Muhamedi alayhis salatu wassalam, thot Allahu te bareke ve teala në gjuhën e xhinve, inna kunna naq'udu, ne kemi zon pozita në qiell dhe kemi tërheq lajme. Ju se dini, në çdo sa në univers funksionon me urdhat Zotit, të cilat i zbatojnë me laçet. Që këtë vit ka me ndodhë kështu, këtë dit ka me ndodhë kështu, kjo vdekje, kjo ngjarje, kjo fatkeqësi, kështu me radhë, me lek ti bojnë ato, me lek ti udhëheqin ato. Nga këto lajme shejtant kanë vjedh. Pas zbritjes së Kur'anit, Allahu xhallahu ala na tregon në gjuhën e xhinve se ata s'kan mundësi më bëmë me këta, nga se gjuhën me zjarr, nga se gjuhën me zjarr.
që argumenton se para Muhamedi alayhi salatu selam kanë vjedh lajme. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, shejtanët ngritën, xhinët në qiell, e vjedh një lajm me lejen e Zotit, vjen te fallxhori, te sihrbazi njeri, ja tregon një e vërtet 99 dishtonaj për vetës. Dhe njerëzit i thonë, si ka mundësi mos mi besu, kështu ja ka qëllu. Ja ka qëllu. Andaj Allahu te bareke ve teala ka leju për sprov të njerëzve që ndonjëherë ndërhin shejtani, edhe pse Allahu te bareke ve teala e ndihmon pejgamberin e tij. Kështu ka dorë Zoti. Kjo është e para. E dyta, në kohën e Musa alayhi salatu wassalam, Allahu xhelle xhelalu na tregon se në surën Taha se një njeri i quajtur Es-Samiri, i cili u ndreqi viçin bijve të Israilit, e mor një gjurmë nga gjurmët e melekut. Dietar kanë thënë, shumica dietarëve, gjurma e Xhibrailit. Xhibrili ka ardhur te Musa alayhi salatu wasalam, duke shkuar, dikush e ka pa një gjurmë të melekut. Dhe nga ajo pjesë e ka bë viçin me ari dhe i ka bë zon viçit. Lahu khuar, ai viç ka pas një lloj të nxjerrë të zonit nalt. Kjo argumenton se për njerëzve ka mundësi me tërheq diçka nga gjurmët e melekëve. Dhe se si ndodh kjo, Zoti te bareke ve teala e din. Andaj në shumë prej argumenteve që ka përmendur edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija në tefsirin e fjalës së Zotit xhelel xhelal në surën El-Hajj, sahar që Allahu shpall në gjuhën e pejgamberit, alqa ash-shaytanu fi umniyatihi, përzihet shejtani në leximin e pejgamberit. Fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytana, ma yulqi ash-shaytanu, e Allahu e ngrit atë çka e gjun shejtani. Pra ka mundësi shejtani me urvat, me ndiku të pejgamberi, pastaj Allahu xhallahu ala i ndihmon. Andaj kjo argumenton krejt se a ka pas mundësi me vjedh shejtanët lajme në kohën e Sulejmanit alayhi salatu wasalam? Po. Pastaj lajm pas lajmi dhe ja kanë kallzu xhinët fallxhorave, dhe fallxhorat pastaj janë mundu me i shënu këtë gjëra, e që sot ato i quajnë këto të dhana se janë sekrete për sundimin e botës. Janë sekrete për sundimin e botës dhe e quajnë mulki i Sulejmanit. Pra shifra të shejtanëve, të cilat ata ua përkacojnë Sulejmanit. Andaj Allahu xhelal e mbron pejgamberin e tij, wa ma kafara Sulejmanu, Sulejmani s'ka bo kufër. Nga sa ta janë urvat pasaj me e fut botën në pushtetin e tëre me shejtana. E Allahu xhelal thot se Sulejmani se ka pas shështu pushtetin, me ka pas prej Allahu te bareke wa taala. Kjo është një tefsiri i parë. Tefsiri i dytë, dhe kjo është afër Sheikhul Islam Ibn Taymija, anon nga ky mendim. Komenti i dytë është se kjo ka ndodhur pas vdekjes së Sulejmanit. Çish ka ndodhur? Kudo që Sulejmani alayhi salatu wassalam ka pa ndonjë libër apo ndonjë gjurmë të informacionit që është mundu dikush me manipulu dikan, i ka mbledh. Këta e transmeton Imam Tabariu, Ibn Kathiri, Baghawiu, Qurtubiu, ekson radhjetar të mëdhtë muslimanëve, se edhe prej selefit se i ka mbledh fletushkat dhe i ka vendosur në një vend. Ato kanë qenë rrenat e fallxhorave. Pasi ka ndrujet Sulejmani alayhi salatu wassalam, shejtani u ka tregu xhinve, shejtani i parë, iblisi, pastaj nëpërmjet xhinve te njerëzit, se shkoni te karrika e Sulejmanit dhe tërheqni disa fletushka. Aty janë sekretet me të cilën Sulejmani ju ka mbajt juve peng. Dërsa ato kanë qenë mbeturinat të cilat i ka mbledh Sulejmani alayhi salatu wassalam, dhe pastaj kanë nxjerrë ato dhe kanë thonë ja e gjetëm çish na pas ka sundue Sulejmani. Kur kanë lexuar ti fjalë të kufrit, kanë thënë se Sulejmani pas ka qenë sihirbaz.
dhe është përnda në mesin e bijve të Israilit pas vdekjes së Sulejmanit, se Sulejmani pas ka qenë sihirbaz dhe pas ka mundësi me ser njeriu me nënshtru këtë dunjajën. E Allahu xhela tha: "Wa ma kafara Sulejman." Sulejmani s'u kanë kafir, s'u kanë sihirbaz. Ky mendim i ditë është në komentin e shumicës të komentatorëve, ndërsa komenti i parë është një numër i madh i dietarëve, të cilën anon Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Thot Allahu xhalla wala: "Walakinna ash-shayatin kafaru." Mirë po shejtanët kanë bërë kufër. Shejtanët kanë bërë kufër. Këtu shejtanët kanë bërë kufër, çka ka bërë qëllim? Kanë bërë sihr. Kanë bërë sihr. Kjo vëllazër është rezumeja e përgjithshme që ekziston nëpër libra, në dy mendimet. E para se është bërë në kohën e Sulejmanit dhe e dyta është bërë pas vdekjes së tina, kush do në më shumë kthehet në librat e muslimanëve. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala: "Yuallimuna an-nasa as-sihr." Ata ja mësonin njerëzve sihrin. U mësonin njerëzve sihrin. Pra u mësonin njerëzve sihrin kinse sikur diçka e mirë, sikur ilm, sikur shkencë e zhvillume. Andaj dietarët janë pajtu se imamat e sihrit janë jehudit. Imamat e sihrit janë jehudit dhe i kanë bërë sihr pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe Allahu xhallahu ala yuallimuna an-nasa as-sihr. Çka është vëzër sihr? Sihr është muhabeti gjan, çka është definicioni ekstremerat, mirë po shkurtimisht. Sihr në gjuhën arabe do të thonë diçka e fshehtë, diçka shifët. Sahara është e holl, e imt, që nuk ka mundësi me pati me sy, dukshëm ata, por është e holl. Andaj dhe i thonë sifirit, sifir, sahur, me emrin e sihrit. Nga se a hini sabahu, apo nuk he është gjë e holl. Fejrul sadik, fejrul kadhib, mëngjesi vërtet, mëngjesi rrejshëm. Andaj, në gjuhën arabe, sihr do me thonë diçka shumë e holl, që s'ka mundësi mu vërejt me sy, dhe jo çdo kush e vërejt. Ndërsa në gjuhën e sheriatit, çfarë do me thonë? Do me thonë përdorim i fjalëve, apo i nyjeve, apo i lidhjeve të gjërave ndryshme, me ndihmën e gjinve për ta dëmtu një njeri, apo për t'ja ndryshu kahjen e kështu me radhë. Pra, sihirbazi përdor fjalë, nyje e kështu me radhë, lidhje të çimeve e kështu me radhë, në ndihmë me shejtanët. Andaj dietarët janë pajtu, s'ka sihr që bëhet në dynja nga ky lloj, jo i poezisë, të se në tha pejgamberi selam, prej poezisë ka sihr, ajo është poezia halal, ndërsa nuk ka sihr të këtij llojit vetëm se bëhet me kufër. Andaj tha Allahu xhallahu ala: "Walakin ash-shayatin kafaru." E ka thujt sihrin me sinonimin e kufrit. Pra s'ka mundësi sihri mu bë me halal. Asnjëherë nuk ka mundësi sihri mu bë me halal. Andaj pejgamberi jon alayhi salatu wassalam e ka thujt kufër veç me shku te fallxhori. Veç me shku. Mi thonë rënacak kokshë, kitë kjo rënacak, mirë po t'je gengue, nga se është rrezik i madh. është rrezik i madh. Andaj, në gjuhën arabe do më thonë diçka e holl, shifët, e kështu me radhë, ndërsa në sheriat do më thonë përdorimi i fjalëve, nyjeve, letrave ndryshme në ndihmë me gjinët dhe shejtanët për ta realizuar një qëllim të cilën njeriu e dëshiron prej qëllimeve të tij. Njerëzit qyshtë të kaluarën në medhebet e vjetra të njerëzimit, sihri është bërë muhabet i madh. Dhe sihri më shumë di që shkruajnë janë kush për sihrin? Ata të cilët janë jashtë islamit. Nëse na e kena me vijat kuqe, s'ki mundësiti me më morë me ta. Nuk lejot më mësue. Andaj me ijma djetarë kanë tanë, kush provon me mësu sihrin, ban kufër. Vesh me mësue. Edhe nëse du për levërdit të khajrit, apo për përfitimet mira. Andaj muslimanët nuk angazhohen me këtë mesele. Muslimanët vetëm ruhen nga sihri. Ruhen nga sihri dhe gjinët, që do ta shohim me lejen e Zotit xhelalu ala në formën e ruajtjes prej sihrit. Ndërsa të tjerët mirën shumë me këtë punë.
Nga se muslimani dëshirat e tij plotson me lutje ndaj Zotit. E lutë Allahu xhallahu ala me vepra të mira, me sadaka, shpreson me arrit një qëllim. Ndërsa të tjerët se ju mungon kjo kaptin, ata ndihmohen me sehr. Ata ndihmohen me sehr. Andaj Allahu xhallahu ka thujt shejatin. Dhe këtu janë për qëllim njerëz. Këtu janë për qëllim njerëz. Po atë shumë shkon larg sihrin e të keqe, saqë Zoti jon te bareke ve taala ka thujt shejatin, shejtan. Pra ja ka vendos emrin njeriu që mirret me sehr, shejtan. Për shkak të liksisë të madhe çka ka kjo vepër. Andaj fillimisht të ndëruar vëllezër, musliman nuk mirën me këtë punë. Nuk mirën me këtë punë. Nëse s'ka aty hajër kur gjë, e tëra është sherr. Andaj Allahu e ka përmend, "Wa ma hum bid-darrin." Ata nuk mundën më bë dëm dikujt përveç se me lejen e Allahut. Por dëm aty veç dëm ka. Ha? Ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ju ban dëm dhe s'ju sjell asnjë dobi. Para më të ndëruar vëllezër, Allahu xhallahu ala e ka përmend në alkool dobin. Ha? Në alkohol, kër e ka përmendë në rakien, ka thonë ka të dobi, shalblej, ki para ti. Mirë po në serë s'ka asë një khajrë, asë një dobi nuk ka në serë. Andaj janë bajtuet kitë djetarët se vetë mësimi i serit të kufër, pa bo kur gjo, vesh me mësue, kufër, del prej fesë Allahu te bareke u te ala. Ndërsa nëse angazhohet me ta dhe e përdor ata, atëherë kufri shtohet dhe rritet. Allahu në rujt nga të kësijat të gjitha. Ehli suneti thonë se seri është hakikat, ndërsa mu'tazilit dhe filozofët thonë sihri nuk është hakikat. Pa do thonë është veç diçka e imagjinume, ndërsa te ehli suneti është hakikat. Mi po fjala hakikat nuk do me thonë te ehli suneti hakikat që sihri ngritet në nivelin e kudretit Zotit. Nëse këtu nuancat në kuptimin e serit janë shumë të holla dhe njerëzit devijojnë dhe zërë. Devijojnë edhe në definicion. Por shembull dikush e percepton se sihirbazi mundet me detin me devijue, kodrën me hec, shpijen me livrit, ndërtesën e kështu me radhë. Jo. Kjo s'ka mundësi mu po, nga se kjo në kudretin Allahut. Andaj lëvizjen e ujrave, lëvizjen e kodrave, lëvizjen e objekteve Allahu e ka morë për sipër në kudretin e vetë dhe është lavdru me këtë kudret. Dësa sihirbazi ka kudretin e kufizuar. Qfar ka mundësi sihirbazi me ba? 2. Krejt sihri silët në 2 pika. E para, ka thënë Allahu Gjellë Gjellë në surën Taha, në ajetin 66, fa idha hibaluhum wa isijuhum ju khajjelu i lejhi min sihrihim enneha tësa. Kur u balafaqu Musa a.s. me sihirbazët e Firaunit, ishin dikun 80.000 që shkarë nga transmitimin e Abbasit, 80.000 me një njeri, me Musa a.s. Ata i murën litarët e vetë dhe me sihr i shlun litarët. Dhe me këtë sihr që ka vanën, thëtë Allahu Gjelluala, fa idha hibaluhum wa isijihim ju khajjelu i lejhim. Ja litarët e tyre u përfitirohej njerëzve, u përfitirohej njerëzve nga sihri i tyre se ato po ecin si gjarpri. Pra kulmi i sihrit në pikën e parë, sihri cili është me ju imaginu njerit diçka që së egziston. Andaj kër e gjujti Musa a.s. gjarprin e vërtet i gëlltiti litarët dhe spat gjarpri. Gëse 80.000 si cili i ka shlu litarët e vetë, ato ishin ganë me 1000 gjarpri, s'kishin pas mundësimi vod një gjarprin kur gjo. Por Allahu Gjelluala e shlën një gjarpën dhe vërtet litarët dhe zëtë njëzë një dukshin gjarpri. Pra i banë njëzë me imaginu se këto janë shumë gjarpri. Andaj dhe ju nështroshin Firaunit, gëse i tutte me sihirbaz. Ju banë të njëzit me imaginu që ka shumë gjarpri ekstremera. Dhe i friksonte. Allahu Gjelluala që ka thot, ju khajjelu i lejhim, vetëm mu parafitirohet. Andaj djetarët kanë thanë, definicioni i sihrit në pikën e parë, në nivelin e parë, cili është me e ba sihirbazi me ju duk diçka dikujna. Andaj të shofëmi se edhe ndarja me zburit dhe grujt e kulmi këtu. Kulmi është këtu. Pra sihirbazi së në ta merë dorë me televiz,
Ha, së të merë dorën me televiz, së të merë kamën me televiz. Nga sa tërë ti të bjetë të klifi, të bjetë nga rkesa. S'ka mundësi. Ai së në të nalë, së në të nalë trupin. Mos shko që tu, s'ka mundësi. Po s'ka mundet me të ba me të fol. Ha, me të fol. Andaj kulmin e sihrit, kulmin e dalalit, në surën Ibrahim, Allahu gjelë në gjuhën e shejtanit ka thanë, ha, unë e veç ju kumë thiri juve. Unë s'ta kumë kap dorën ti me të nalë. Sikur që mundohen shumë njerëz me ja gjujt fajin do një sihirbazit, do një gjinit, e kështu me radhë se ai po i shkakton probleme, për shembull, për mos faljen e namazit, për mos leximin e Kur'anit, e kështu me radhë. Ama në kuptimin se po mnal me trup, jo, ai të thot. Ama kur të thot e ti e ngon, ti nuk shfaqsohesh, se fundja kitë xhenemlit janë pi gjinve. Kitë xhenemlit që kanë me një xhenem janë pi gjinve, ata janë ndikupi atënve. A do me thonë ajo me thonë njeri me dalë në ditën e gjykimit me thonë, o Zot, kim ka deviju? Jo s'ka deviju, ki të ka thonë veç, vetëm të ka thonë. Që të ta shofmi edhe në gjuhën e melekve, se si kanë thonë, që kjo sihër, më se prek. Që kjo sihër, që shtu bëhët sihër, a më se prek. Andaj, djetarë kanë thonë, pika e parë e sihërit cila është me e bo me imaginue. Me e bo me imaginu. Andaj që të të shofmi në fjallën Allahu te bareke ve teala, ma ju ferriku në bihi bejnë el mar'i ve zauji, me të cilin sihër e dajnë burin dhe grujen, që shë e danë? A e danë fizikisht kështu? Jo. Ja shëmton njëri tjetrit tabiatin dhe ftyrën buri grujes. Shumë e banë buri me pa grujen e vetë shumë të keqe. A së është të keqe. Këti ja banë me pa qështu, prit folë mësë shumë. Dhe nga ana tjetër grujen e banë me e pa burin e vetë keq. Dhe kur shtohet doza e mendimit me vendos që i keqo, thot du mu da. E kështë të mërë, Allah unë arrujt. Andaj, do të shofëmi se prej kulmit më të madhë, cirë bazi, cili është me nda burin dhe grujen. Me nda burin dhe me grujen, me prish familjen. Andaj, pika e parë e serit të ndërrua lezër, është se pika e parë nuk e kalon imaginatën. Nuk e kalon imaginatën. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, ve kana kaidu shejtani daifa. Kurthi i shejtanit është i dobët. Ndërsa pjesa tjetër e sihrit, e që kjo pjesë unë ngatrohet njerëzën më shumë, dhe ajo është sihri i cili ndihmohet me gjin. Ndihmohet me gjin. Ky lloj sihri në zbërthimin e vet është sikur dy njerëz me e bani punë. Njani shifët, njani s'shifët. Këtu ndodh manipulimi. Apo këtu ndodh manipulimi. Por shembull, gjini është krijes, njeri është krijes. Njeri nuk e shef gjinin. Njeri nuk e shef gjinin. Sihirbazin ndihmohet me gjin me kry një punë. Dhe njerëzit nuk e shohin gjinin dhe mendojnë se kjo është shumë e madhe. Realisht është të funksionu një krijes. Apo, për shembull, sihirbazi thot, a do me të vërtetu që unë jam muj me po këta po. Për shembull, a do unë e ty për shembull me t'i mbyll këtë dyrë të shtëpisë, shkot lejti këtë qelë, unë t'i mbylli, pi qëto, iq pa lëviz. Edhe ai gjinin e ban gati atje, apo i ban 20 gjin gati, dhe ata, ky i thot mshelne, ato i mshelin. Ky i thot, a e pave që i mshela. Realisht, mendoje gjinin njëri, apo i qon 20 njerëzi, edhe i mshef prapa dritareve. Edhe këtu ju ban sot me telefon, a ka mundësi? Edhe i thot njëri ju, qeli kreditarët, i qeli 20 veta i ka vendos 20 dritare. Dhe këti i thot mshelni. Kjo a logaritet e madhe? Jo. Po vetëm fakti se njerëz nuk e shohin gjinin, thonë, kjo është e madhe. Andaj Sheikhul Islam Taymija thot se gjinët i manipulojnë njerëzit me disa vija që i kanë të kudretit pak më shumë se njerëzit. Si që është ecja mbi deti, fluturimi i shpejt, e kështu me radhë. Andaj thot Sheikhul Islam Taymija në librin e tij En-Nubuwat, pejgamberia. Andaj Mu'tazilit kanë thonë s'ka sihër. Pse kanë thonë s'ka sihër? Kanë thonë se mu kanë sihri hak, i bje që pejgambert mos me pas mu'gjize. I bje që pejgambert mos me pas mu'gjize. Sheikhul Islam Taymija ka shkruar një libër Pejgamberit dhe ka bërë dallime mes mu'gjizes. Çfarë do mu'gjize vëllazër? Mu'gjize do të thonë një vepër e cila e bën pejgamberi e jashtëzakonshme në thyrjen e ligjit të universit
me të cilën dëshmon për pejgamberin e tij, sikur çarja e hanës. E dyta, sikur për shembull Besram e ka shtinë një gotë dorën e vet në ujë, edhe uji kanë pi njerëzit nuk është harxhuar, jo ka qenë një gotë, sikur të me shti dorën, edhe mos mu harxhu ujë hiç. Ka dalë nga gishtat e tij ujë. Këta kush e ban? Çfarë kudreti? Kudreti Allah. S'ka mundësi me nxjerr ujin real. Sheikhul Islam ibn Taymiyah thot, disa sirbaz janë mundu mi u kallzu njerëzit se çta e bojna. Çish e bojna? Shembull, për mi u përzi njerëzve. I ka angazhu sirbazi disa gjin me ujë. Me ujë. Kanë mbledh ujin, dhe njeri nuk e shef ujin. Dhe thot sirbazi, bjema një gotë me ujë. Njën me ujë, bjema një gotë. Edhe e mba dorën aty. Edhe i thot gjinve, sërë që të argjot ujë, shlojnë i ujin tjetër. Ujë, real, praktik. Dalime se ty nuk e shetë të ishlu ujnaj. Dhe thot, ja mu gjize. Shekhu sa më dhe mje thot, kjo nuk është. Kjo është sikur një njeri tinza nga ana tjetër me mush me kofën me ujë. E ti nuk e shef. Kjo nuk o mu gjize për nga mirë sëram. Për nga mirë sëram drejt për drejt nga anë Allahu te bareke ve teala. Jo prej licenit, as për detit. S'ka mur ujë. Dora e ti e ka shlu ujin. Kjo mu gjize. Edhe jo nga anash, e kështu më radhë. Andaj ka dalimet shumë ta mes mu'gjizes edhe sirit të sirbazve. Realisht vëzë, për me kuptu qartë, çka do më thonë, sihri me gjin është sikur me bashkëpunu dy veta. Njani shihet, njani s'shifet. Njani është mrenda dhomës, tjetri jashtë dhomës. Edhe kryen një funksion dhe njëri thotë çysh pe ban ky vet. Realisht është u ndihmua me gjin. Kjo është më e madhja të cilën e kanë shpjeguar dietarët e muslimanëve. Andaj pejgamberi tonë sallallahu alajhi wasallam i kanë bërë sihr. I kanë bërë sihr jehudit. Çka ka qenë kulmi këtij sihrit? Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar kur është bë sihr, Aisha radhiyallahu anha, kana yukhayyalu ilayhi e fa'ala shay'an am lam yaf'al. I është përzi në imagjinat pejgamberi sa a bana një puna se bana. Kjo e kon kulmi. Kulmi sihrit. Për më dhezër, këtë sihr kush e ka bo? Jehudit. Shefat e sihrit. Andaj Allahu gjellë dhe wa teba'u ma tetlu shejatinu ala mulki Sulejman. Dhe ta i kanë ndjek të ledzuarat e sihrit shejtanët, jehudit. Këta kur i kanë bo, para më do farë khasmije kanë pas dhe përnësa, me mirë kejtë. Mirë po prapë se prapë sihirbazi s'ka kudret. Andaj do Sheikhul Islam ibn Taymiyah në librin e tij An-Nubuwat, was-sahiru la yatajawazu sihruhu al-umura al-maqdurata lish-shayatin. Sihirbazi s'ka mundësi me sihrin e tij me kalu kudretin e shejtanëve. Pra kulmi sihirbazit njeri ku shkon? Në kudretin e gjinit. Në kudretin e gjinit. Për shembull, i thot njanit këtu, a do në ty me të kalzu komplet qka të bo shokijot, mikijot, shemull në kontinent tjetër, në Afrikë, në Amerikë. Realisht, qenja njërzore s'ka mundësi me bo këta. I angazhon gjinët atje për një dakik, sa i ka kudrejt me shku shpet, edhe thot, kalzon për filani, shka të bo në qëket moment, ka dalë për qësaj rrugë, o të hi qëtu, o të bo qëta, dhe këti i kalzon. Edhe kjo e thirë pas taj, a e të bo qëta po? Qysh pat mundësi? Realisht kur gjo nuk ka? Sikur me folë në telefon me ata. E shlon njënë atje me porcil, këtu i kalzon, hini qëtu, dull qëtu, e kështu me ra. Andë dhe zërë sihri, muslimani s'ka mundësi mu frigu prej sihrit. Muslimani s'ka mundësi mu frigu prej sihrit. Nga se Allahu te bareke ve teala ka zbrit Kur'anin shifa, ka zbrit Kur'anin shërim, ka zbrit Kur'anin mbrojtje. Andë ka thoni Ibn Qayyim el-Jauziyje, njeri i cili e lexon Kur'anin, e ban dhikrin e mëngjesit që ka orë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe dhikrin e mbrëmjes, dhe shpeshton ajetin kursi, dhe kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, dhe rrime abdes, s'ka mundësi shejtani kur gjami ba. Nuk ka mundësi shejtani kur gjami ba. Kjo është vëzër kulmi i asaj të cilën e kam përmend dietarët në çështjen e sihrit. Pra e para është imagjinata. Dhe realisht disa dietarë kanë thënë s'ka sihr pos imagjinat. Mu të paramendu. Përveç se kjo e dyta është mu të paramendu pak me dozë më të madhe se u kanë ndihmu me gjin. Pra e para është drejt për drejt me sihr. E tani nëse thot dikush, si ndodh kjo operacion i sihrit?
mu të paramendu litari gjarpën, kjo kanë thënë dietarët, është sprovë që Allahu ja ka dhënë njerëzve dhe e ka ndalu. Kjo është sikur me thënë pse Allahu e ka kriju derrin dhe ka thënë mos e ha. E njëjtë është. Do të thotë pse ka kriju, pse ka thënë mos e ha, mas parim pse ka kriju. Këta kemi përgjigj te ligjërata pse e ka kriju Allahu iblisin. E kthehemi atje. Andaj kjo është vëzër rezumeja që ka të bëjë me sihrin, dhe për të kësajna janë domethënë teprime apo edhe neglizhenca në definimin e sihrit. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut." Thot Allahu xhelalu vazhdim, dhe ajo e cila është zbrit dy melekve në Babil, Harutit dhe Marutit. Këtu vëzër, kjo ajet në komentet e dietarëve ka muhabet shumë, neve do ta bëjmë rezume shkurtimisht çka thuhet në total në këtë mesele. Dietarët në këtë mesele janë ndarë gjithashtu në dy mendime, dy lexime të ajetit. Leximi i parë, të cilin e ka zgjedhë si mendim përfundimtar Imam Ibn Jarir al-Tabari edhe al-Qurtubi, njëri prej mufesirave të mëdhtë muslimanëve, ka thënë ky ajet lexohet wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa kjo ma është ma nafie, mohuse, sikur e njëjtë wa ma kafara Sulejman. Dhe Sulejmani s'ka bë kufër. Por tani për me kuptuar ajetin lexojmë një herë. Ata i ndjekën të lexuarat apo çka lexonin shejtanët në sundimin e Sulejmanit. Sulejmani nuk kishte bë kufër, por shejtanët kanë bë kufër. U mësonin njerëzve sihrin dhe nuk u ka zbrit dy melekve në Babil, në Irak, Harutit dhe Marutit. Pra nuk u ka zbrit melekve sihri, apo s'kan zbrit melek me sihr. Kjo është mendimi i parë, edhe pse shumica dërmues janë te mendimi i dytë që do ta përmendemi, mirë po vlen të cekë vëllezër. Nga se te mendimi i dytë është problem me e kuptuar se si ka mundësi meleku me zbrit me sihr. Ibn Jarir al-Tabari thot çish kuptohet ky mendim? Ka transmetuar nga Mujahidi edhe nga tabiin të tjerë, mufesira, ka thënë kështu: Jehudit kur e kanë bërë sihrin, i kanë pyet njerëzit, çka o kjo? Ato kanë thënë sihr. Ka thënë aja është e mira e keqe? Ka thënë është e mirë. Çish është e mirë? Ka thënë Sulejmani ka bë. Sulejmani pejgamber. E parë, dhe kur kanë dash me legjitimu sihrin, kanë thënë dy melek kanë zbrit me sihr. Por kjo punë e pastër. Kjo legjitime zyrtare, pe qielli ka zbrit. E Allahu xhallahu ala për me mohue këtë tendencë për ta pastruar sihrin nga ana e jehudive, ka thënë wa ma unzila 'ala al-malakaini. Melekve dy, Harutit dhe Marutit, nuk i ka zbrit sihri. Kjo është mendimi i cilën e kanë përmend Imam Ibn Jariri edhe Imam Qurtubi. Dhe mendimi i dytë në këtë meselë, kjo është mendimi i shumicës dietarëve, se fjalë Allahu xhallahu ala wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut, si kuptohet? Kanë thënë kjo kuptohet dhe ajo e cila është zbrit të dy melekët në Babil. Babil është një vend në Irak. Harut wa Marut, dy melek. Pra Allahu xhallahu ala, shumica dietarëve thonë këtyre dy melekëve u ka zbrit sihri. Pra këta kanë zbrit me sihr. Dhe u kanë mësuar njerëzve sihrin për sprovë. Kjo mendimi i shumicës dietarëve. Ndërsa Tabariu e zgjedh mendimin se jo, Allah e ka mohu melekëve. Madje disa dietarë thonë me thanë që meleku ban sihr o kufër. O është kufër, nga se Allahu xhallahu ka thënë ajet la ya'suna Allah ma amarahum. Ata nuk i bën gjuna Allahut dhe i kryjnë detyrat e veta. Tani si kuptohet melek kanë zbrit me sihr? Bi Babila Harut wa Marut. Dy melekve në Harut dhe Marut. Harut dhe Marut janë dy emra. Kanë ardhur kështu, dhe për të kësaj dietarët nuk flasin, kanë zbrit kështu emra. Janë emra jo arab, andaj ka thonë Harut wa Marut. Babil në Irak, një vend në Irak i njohur, ju ka zbrit dy melekve një lloj tjetër i sihrit
të cilin Allahu xhelal i ka sprovu njerëzit me ta. Pra meleku ka ardhur dhe ka thonë kjo çështu o sihr. Para se më mësu që kanë thonë, wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula inma nahnu fitna. Dhe ky mendim i dit shkon me kontekstin e Kur'anit. Nga se mendimi i parë duhet pastaj më ngarku me shpjegua ajetin më vonë. Dhe nuk u mësonin ata dy dikujna derisa i thonin na jemi fitne. Sigur ata mos kishin zbrit me serë, s'kish pas nevojë me thonë na jena fitne, dhe s'kish pas nevojë me thonë fela tekfur dhe mos ban kufër. Mirë po si do qoftë, ai mendimi është mendimi i njëri prej dietarëve të mëdhenj të muslimanëve, ka transmetimin nga selefi. Mendimi i çishë ka zbrit me leku dhe i ka thonë, kështu bëhet sihri. Po ju mos e bani. Dhe na jena fitne për juve, andaj mos bani kufër. Pra kjo çka po ju kallzojna o kufër. Kjo çka po ju kallzojna o kufër. Tash te ky mendim dietarët janë prap në dy. Pra dy fillim. Do të thonë s'ka zbrit me leku me kufër, do të thonë ka zbrit. Ky çka thonë s'ka zbrit u kry, o shkurt, s'ka zbrit u kry. Këta çka thonë ka zbrit me leku me kufër, janë ndan dy mendime. E para kanë thonë kanë zbrit sprov, ju kanë thonë sikur kur i thu dikujna që kjo derë, që derri, mos e ha. Që kjo rruga e shtremt, mos shko. Që këne qështu, ama mos shko ti. Se na jena fit në veç për të kallzojna. Apo sikur kur ja zbukuron dikujni diçka dhe i thu, mos e ban. Kjo është e bukur, po ti mos e prek. E kështu me radhë. Kjo është mendimi i parë i dietarëve. Kanë zbrit me lek me siher, ua kanë tregu njerëz se si zhvillohet kjo, po mos e bani. E disa dietarë tjerë i ka transmetohet gjithashtu prej disa prej selefit. Mirë po para se me tregue Ibn Kathiri, Qurtubiu, Al-Qasimiu, Qadhi Iyadi, Ibn Qayyimi thonë se kjo ngjarje është israeliat e kot. Çka është ngjarja? Ka në disa transmetime se ky Haruti dhe Maruti dy melek Zotit. Kjo ngjarje që po tregoj realisht nuk qëndron me transmetimet të israeliatëve, disa i përkatësohen edhe Ibn Abbasit dhe Aliut radhiyallahu anhuma. Mirë po Ibn Kathiri thotë këtu ka shumë ngjyrë jehudie. Ka shumë ngjyrë jehudi dhe akuz për melekun. Si do të qoftë për me e ditë. Këta dy melek kanë thënë në qiell, o Zot, sa shumë për ju jep bive të Ademit vlera, fadl, ndërsa ata të bojnë gjuna tyje. Pra, kanë bo muhabet në qiell, o Zot, njerëzve gjithat vlerja u ki dhanë, nësë Allahu Gjela ka vlerësua, melek të din sa ka vlerësu njeri ju, Allahu Gjela, po njeri se disa ka vlerësua, Allahu Gjela wala ata. I kanë thanë, o Zot, shumë jeti mbi vlerësu, ndërsa ata të bojnë gjuna, ndërsa nësë bojnë a gjuna. Atër Allahu te bareke ve teala kur e ka paket kurreshit të melekve, ka thanë, kush po donë me zbrit në tokë në instiktin e njeriut. Apo? Nëse Allahu Gjela ka thanë, si kur t'ju kryoja si ata, edhe ju të banit njëjtë. Se njeriu në gjak instikte kanë dëshira, qefët. A dhe në që di qysh i ban qefët e veta, a kënejnë Allahu Gjela i e vlera, ja pranën tëubën, ja pranën istikfarin, a dhe i ban gjunanet e dit. Njeri ban gjunanet e dit, nërsa meleku s'ban hit gjuna. Nërsa këtë vlerja ka dhënë Allahu njerit, janë që dit. Atër Allahu Gjela ka dhënë, mi ju pas kriju qashtu, edhe ju bani. Atëre në këtë transmetim thuhet se ata kanë thonë zbrit në si njeriu. E kur kanë zbrit në tokë, janë mahnit. Mirë pa Allahu ja ka vendosë në to epshin, sikur që e ka njeriu, lakmin. Meleku realisht nuk lakmon kur gjo. Nuk lakmon kur gjo. Atëherë ju kanë ardhë shejtanët e këshmera dhe njerëzit, dhe ua kanë zbukurue kanë adhurimin e idhive. Dhe ata kanë thonë adhuron i idhë për të arrit disa levërdi. Ato kanë thonë jo, kjo kufër. Pasaj kanë thonë ban zina, si dush me arrit këtë levërdi. Kanë thonë jo. Atar kanë thonë pi alkoholin. Ato kanë thonë alkoholin më i letë, Allahu shumë njerëz ja u falë alkoholin. Dhe ta pina. Kër e kanë pi alkoholin, janë de. Kanë bo zina, kanë bo kufër.
Atëherë Allahu te bareke ve teala i ka dhënë zgjidhje. A doni mu dënu në ahiret, në dunja? Ata kanë thënë, jo Zot, dojna mu dënu në dunja. Dhe këtë transmetim thuhet se ata janë të lidhur dikun në dënim deri në kthimin e ahiret, kur do të kthehen në esencën e tyre. Kjo ngjarje transmetohet me rivajet tjetër se këtynve melekve kur i është vendos epshi, i ka sprovu Allahu xhela me një femër të bukur. I ka sprovu me një femër të bukur e cila i ka josh deri sa i ka ra në zina. Andaj këta transmetime, thot Ibn Kathiri, kanë erën e bijve të Israilit. Edhe pse ky transmetim qëndron edhe në Musnedin e Imam Ahmedit rahimahullahu teala. Ndërsa ajo e cila përputhet me kontekstin, cila është se melekët kanë zbrit në tokë dhe u kanë thënë njerëzve: kjo është ka do të kena me umësue o kufër, fitnë për juve, sprov për juve, felat të këfur, andaj më zbani kufër. Kanë thënë djetarët, që shqipje kjo? Kjo sikur kur në ka thënë e vallahu, ja, që alkoholi, kush e ka mësu njëri ju të me bo alkohol? Zoti s'kam iden për me bo rushin alkohol, kush e ka inspiru? Allahu gjelluala. Eksumera. Dhe realisht çdo ide e gjunajt është nga kudreti Allahu te bareke ve teala, vepër e njeriu. Mirë, po çai ka thënë Allahu, un po të kallzoj çish bën, ti mos e ban. Kështu kanë zbrit njëjtë melekt. I kanë thënë që kjo, çështu bën sihri, ama mos e ban. Atëherë Allahu te bareke ve teala thot: "Fayata'allamuna minhuma." Ata me njëherë shkull me mësu këta. Fayata'allamun. U hodhën pas me mësu sihrin. Ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji, me të cilin sihr i ndanin burrin nga gruaja. Andaj kanë ardhur në shumë transmetime se kulmi i shejtanëve është ndarja e familjes. Dikush mendon se çështjet janë vetëm në besim, por besimin e ma familja. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin që ka nxjerrë Imam Ebu Dawudi, ka thënë alayhi salatu wassalam: "Laysa minna men khabbaba imra'atan ala zawjiha." Nuk o pineve, në një transmetim, mel'unun, i mallkuar është ai i cili i fol grujës dhe mashtron kundër burrit vet që dahet, i mallkuar. Nërsa hadith më i qartë se kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se shejtani e vendos fronin e tij në deti dhe vinë ushtarët e tij dhe i japin informata. Njani thot: "E kum shtin njani me bo gjuna, me piraki." Shejtani thot: "Hajde se bani istikfar." A tjetri thot: "E kum shtin musha." Ai thot: "Hajde se bani istikfar." Ai thot: "E kum bë kështu me, hajde se bani istikfar." Dhe vjen njani dhe i thot: "Se kum nda filanit dhe filanës burë gruaje deri sa i ndajta." Atër thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i thot shejtani: "Ente, ti ectu." Dhe ja vendos kurorë. Ti pa e sos pun. Kjo hadith dhe zërë është i madh. Kjo hadith është shumë i madh. Dhe mjafton me e kuptu se e don Allahu vazhdimësim në familje, ku e ka ndalu mut'an, mu martu për dakika, për disa orë që që martohën shia. Hajde martohemi për një orë, hajde martohemi për 10 dit. Allahu Gjellë e ka ndalu dhe e ka malku. Pse e ka ndalu mut'an, mu martu përkosisht, se e do vazhdimësim familje. Andaj shika Allahu Gjellë e ka pru prej në kontekst sihrit: "Ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji." I ndashin pastaj burrin dhe gruajen. Andaj prej fesadit më të madh që i ka kaplu ata që refuzojnë me hin islam, bi civilizimeve të huaja, cila është prishja e familjes. S'ka data familje, s'ka bab, s'ka nan, s'ka djalë, s'ka vajz, s'ka arë, s'ka kusheri, s'ka kur gjo. Nuk ka të ata fis. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, atë shumë e ka ngrit çështën e familjes. Ka pas njerëz që kanë meritu më u ndëshku në këtë dunja, kur i kanë thonë pejgamberi sa për hatër të familjes, ka thonë shkoni. Unë nuk e para mendoj se njëri meriton më ndëshku. E ka shoh njëri pejgamberi sa në poezi. Ka ardhe i ka thonë për hatër të familjes, ka thonë ti e ruan familjen, ka thonë hec. Kjo çka i bën vëllazë? Se te pejgamberi sa selam ka ardhur një sheriat i cili e ruan familjen, e kundërta çka është e shejtanit. Andaj pejgamberi sa me ka mallku njërin i cili mundohet me i mes burrit dhe grujës.
Me nda. Do sot njerëzit e kanë bë punën e familjes sënin më të lehtë. Apo po më thot baba me shlu gruajën. E kimi hiner me vet hoxhën ata shloj ajo. Kjo nuk ka punë e gala vëllezër. Nana s'po ma do gruajën. Apo nuk shkojnë të punë kështu. Nëse s'ta don për hir të Zotit, që ka dhënë nga shariati i Allahut, ka meselë tjetër. Kam kam tekat im ato tekat e shejtanit, im tekat atim aty tekat e kanunit, të cilën e ka trashëguar nga njerëz të devijuar, janë senet koda dhe kthehen në fund te kush? Ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji te shejtanat. Andaj tha Allahu xhallahu ala wa tabau ma tatlu ash-shayatin. Këta jetë vëzër ka dhe shumë prej mësimeve, të cilat neve tham do të shkojmë gradualisht ta kuptojmë ajetin në kandin që ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Do të vazhdojmë lejnë e Zotit xhallahu në gjëratat e ardhshme. Elusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu xhallahu na ruan nga sihri, na ruan nga e keqja. Elusmi Allahu te bareke ve teala, që Allahu te bareke ve teala të ruan familjet tona, të ruan familjet e muslimanëve. Elusmi Zotin ton xhallahu, që Allahu te bareke ve teala na mundson me mësu Kur'anin, me mësu hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Elusmi Allahu xhallahu, që Allahu te bareke ve teala na ruan motivin në mësimin e fesë Zotit xhallahu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.